Pra vëllezër të ndershëm, cili është për qëllim sejdja dhe cili është për qëllim nënshtrimi, kanë ardhur shumë komente, ne do ta shkurtojmë për çka kohës. Qëllimi i sejdës apo nënshtrimit është adhurimi i imponuar. Dhe për këtë lloj të adhurimit nuk e trajton fjala la ilaha illallah, që e konsideron Ibn Qayyimi apo Ibn Taymija e marton adhurimi përgjithshëm, nënshtrimi përgjithshëm, se fjala adhurim do të thotë nënshtrim. Pra nënshtrimin e përgjithshëm nuk e trajton fjala la ilaha illallah, taktimit Allahut, kadasa Allahut, i nështrohet çdo sen kur Allahu e vendos për që mor jetën, s'ka fuqi që mundet me dal për para. Kur don Allahu për të shkatru një popull, s'ka fuqi që mundet me ndal taktimin Allahut. Kjo për qëllim që Allahut i nështrohet çdo sen. Për atë Allahu ka thonë kulillahumma malikal mulk, tu'til mulke men tasha, wa tanzi'ul mulke mimmen tasha, wa tu'izzu men tasha, wa tudhillu men tasha, biyadikel khair, innaka ala kulli shay'in qadir. Tha pohone, si që pohoj toka dhe qiella, se sundimi i takon Allahut. Sundimi i tokës dhe qiellit i takon Allahut. Allahu ka ndon e krenon dhe ngrit. Kuj don Allahu ja pushtet, kuj ne don Allahu ja merr pushtetin. Si që po në botën arabe, kura don Allahu me amor pushtetin, s'ka super fuqin tokë që mundet me dal. Wa tu'izzu men tasha, e ngrit të Zoti i madh kanë duash, dhe mposhton dhe nënçmon kanë don ti biyadikel khair. Kjo është lloji i adhurimit që e pohojnë të gjithë. Kur të vjen caktimi Allahut, kur të vjen meleko i vdekjes, pa marrë parasysh çfarë pozite, pa marrë parasysh se sa janë nështruar në kom të atij, s'ka mundësi kush të shpëton atë. Kjo lloj i adhurimit të përgjithshëm, ajo që kërkohet ne, ajo që kërkohet nga ne, atë që ka ardhur të trajton dhe të zgjidh problemin. Fjala la ilaha illallah është për qëllim adhurimin e veçantë, që në ta ka zgjedhje.